Këngëtarja kosovare Dua Lipa, e cila është duke shënuar sukses të jashtëzakonshëm në tregun ndërkombëtar, është prezantuar me një koncert në Prishtinë. Këngëtarja me famë botërore më 9 gusht ka mbajtur koncert të jetë veçantë në Parkun e Gërmisë. 20 vjeçarja ka mbajtur koncert ditën e martë, para gjithë fansat të saj, ndërsa ka vendosur që të vinë në vendin e saj pak ditë më parë e shoqëruar edhe nga i dashuri. Koncerti është hapur nga reperët e njohur MC Kresha dhe Lyrical Son. Red and black, I dress eagle up my chest. Great to be. I keep my head up high, for the flag out top. I'm proud to be in up. Duke vazhduar kështu në shoqërimin e këngëve të Dua Lipës. Dua arriti që në Parkun e Gërmisë të mbledh më shumë se 18.000 shikues apo dashës të muzikës së saj, ku asnjëherë nuk i rezervuan duart trokitit, brohorimat dhe asnjëherë nuk ndaluan duke kënduar këngët së bashku me këngëtaren. Këngëtarja hitëv New Love, Be The One, Last Dance, Hotter Than Hell e shumë këngëve të tjera është shprehur se koncerti në Prishtinë ka zgjatur më shumë se çdo koncert tjetër që këngëtarja ka mbajtur në Evropë. Madje ajo ka kënduar disa këngë të padëgjuara më herët, e të cilat do të jenë pjesë e albumit të ri që do të publikohet në shkurt të vitit 2017. Interesimi aq i madh për koncertin e Duas bëri që ditën e martë të bllokohen të gjitha rrugët e kryeqytetit kosovar. Nga ky koncert mjaft i jashtëzakonshëm, moment shumë i veçantë ishte kur ajo këndoi së bashku me baban e saj Dugaxhin Lipa, këngën Beso në diell. Këngëtarja është shprehur shumë herë që është krenare që është shqiptare. Këtë tregoi edhe në llogarinë e saj në Instagram pas koncertit. Pas këtij koncerti, me momente të paharruara, të gjithë presin që një koncert i tillë të ndodhë prapë. Që moment bën shumë krenare që jam shqiptare.